Rastet e shumta dhe konfliktet në shoqërinë shqiptare kanë ngritur edhe shqetësimin e sociologëve. Sipas tyre, shoqëria shqiptare ka dalë nga busulla dhe kjo për faktin pasi jo vetëm fëmijët, por edhe të rinjt dhe mosha e rritur po përfshihen në konflikte banale duke gjeneruar vrasje dhe dhunë. Dhuna është bërë patologjia kryesore në jetën e sotshme të shoqërisë shqiptare. Pra është bërë një limf që rrjedh kudo. Objektet e sherrit dhe të krimit janë shtuar shumë dhe subjektet e përfshira në kriminalitet dhe dhunë janë jashtëzakonisht shumë. Dhunë në familje, dhunë në shkollë, dhunë në punë, në ambientet publike, në rrugë, një neurotizëm social i jashtëzakonshëm. E keqja është që në shoqërinë tonë konfliktet nuk i zgjidhim në mënyrë humane, po i zgjidhim në mënyrë kriminale, me dhunë, me vrasje, me armë të forta. Sociologët ngren alarmin për gjenerimin e kësaj dhune, sipas së cilëve në krye të saj qëndron familja. Kjo e fundit po ndërton bishën kriminal, siç e quajnë ata. Familja është fabrika sociale më e rëndësishme. Është frantoja ku derdhet personaliteti i njeriut. Pra brenda familjes formohet njeriu human apo bisha, apo njeriu kriminal. Ne kemi nevojë në këto momente të ngrëm alarmin. Nuk mund të bëjmë ne moralin e strucit të harrojmë dhe të mos kuptojmë që krimi në këtë shoqërinë tonë po bëhet i jashtëzakonshëm. Sipas sociologëve, dhuna dhe krimi në familje përbëjnë edhe numrin më të lartë të rasteve kriminale. Për këtë arsye duhet të tregohet më kujdes në familje, shkollë dhe shoqëri.